Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës, Taulant Balla, ishte në Vorë ku u zhvillua mbledhja e Asamblesë së Zgjeruar e Partisë Socialiste, me fokus forcimin e strukturave të partisë në këtë bashki. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Balla theksoi se Vora dhe Kashari përbëjnë një nyje kyçe ku ndërthuren korridoret kryesor dhe operojnë kompanitë më të mëdha. Ky dimension ekonomik, sipas Ballës, është themeli mbi të cilin do të ngrihet zhvillimi i kësaj bashkie në vitet në vijim. Bashkia Vorë është një zonë ekonomike e rëndësishme, bashkë me Kasharin, ku ndërthuren korridoret kryesor dhe ku operojnë numri më i madh i kompanive në vend. Ky dimension ekonomik është bazë e zhvillimit të kësaj bashkie në vitet në vijim, Shqipëria 2030. Me asamblenë e PS Vorë, çelëm procesin e forcimit të strukturave tona në këtë bashki, shkruan Balla në rrjetet sociale. Kreu i grupit parlamentar në Partinë Socialiste, Taulant Balla, ka zhvilluar një sër takimesh në qarkun e Tiranës që pas emërimit të tij nga kryeministri Edi Rama në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste të shtunën e 21 marsit.